Mirë, fillojmë më gjerësisht, shkojmë dhe njerë në lidhje të drejt për drejt me kolegen e Siona Konomi, pasi ka mbetur edhe një kuti, ndoshta edhe mund të jetë mbyllur nga 42 kutit për votën preferenciale të rinumërimit në kasë të qarkut të Dibrës. Përshëndetje Siona, deri tani ku pothuajse jemi drejt fundit, çfarë është evidentuar nga rinumërimi i këtyre kutive për në qarkun e Dibrës për votën preferenciale? Kujtojmë që deri tani janë numëruar 42 kuti krahasuar me më shumë se 200 kuti që ka qarku i Dibrës. Pra, nuk kemi numëruar të gjithë qarkun Dibër dhe me kaq sa është numëruar deri më tani rezulton që ankuesit, në këtë rast Xhemal Gjungshit, i janë ngrënë 49 vota, të paktën 49 vota. Kur është bërë numërimi i parë, i ishin dhënë më shumë padrejtisht për Parim Spahiut, i cili aktualisht është renditur i parë nga lista e hapur, edhe pse asnjëri prej dyve nuk është fitues. Po ashtu ka marrë tepër vota Basir Shollaku, 8 vota që nuk duhet i merrte, dhe nga ana tjetër ka patur edhe lëvizje votash nga kandidatët e tjerë. Megjithatë, ajo që vlen është betejë mes Xhemal Gjungshit dhe Parim Spahiut, dhe diferenca është se ka marrë 49 vota më shumë për Parim Spahiu, që nuk duhet t'i merrte dhe që janë në favor të Xhemal Gjungshit në këtë rast. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte harruar të cilëtojë një kuti të fundit, që do të vinë nga magazina në Vajçar këtu në orën 15 për të bërë edhe rivlerësim të asaj kutie. Por vetë zoti Gjungshi thotë që deri tani unë kam rikuperuar deri tani gjysmën e votave që më duhen për të dalë i pari, vetëm në një pjesë të kutive, kështu që për të është mjaftueshme ky marzh manipulimi që të kërkohet hapja e dita kutive të qarkut të Dibrës, por do të ngjetet në vendim të kasit. Nëse një gjë e tillë do të bëhet ose jo, por zoti Gjungshi pretendon një gjë të tillë. Vlen për të theksuar që si për Parim Spahiu, si Xhemal Gjungshi nuk janë fitues, pra nuk kanë fituar mandat. Kështu që betejë mes të dyve, përse betejë për një rezultat të drejtë për Zotin Balë, është betejë për të ruajtur vendin e parë në një listë të mundshëm pritjeje. Pra kur të vi radha për të hyrë dikush në parlament, nëse dikush nga lista fitueset e tanishme ikën, do të jetë betejë nëse zoti Spahiu apo zoti Gjungshi hyjnë. Aktualisht, nëse diçka ndodh për Parim Spahiu, ka të drejtë i parë të hyjë në parlament. Nëse ndryshon gjëja, zoti Gjungshi mund të marrë një mandat shtesë, por manipulimi deri tanishëm është me 49 vota që janë trafikuar Xhemal Gjungshit, nëse mund ta themi kështu. Po, pavarësisht se nuk ka ndryshuar gjë, atij linde e drejta që ti kërkoj kas hapjen e gjithë kutive apo jo? Po, këtë po shpjegoja që pretendimi tashmë pasi u pam këtë kuti, dhe do të shikohet edhe një kuti e fundit, pretendimi të Gjungshi është që unë i pash këto 42 kuti për mua përbëjnë mjaftueshëm arsye të kërkoj të hapen të 200 kutit e qarkut, sepse nëse kjo tendenca vazhdon në pjesë të tjera të qarkut, është e mundshme që zoti Gjungshi ta mund zoti Parim Spahiu në rast se ky trend vazhdon. Diferenca mes dyve është 120 vota. Tashmë ai ka rikuperuar 49 vota, pa numëruar gjithë qarkun, ndoshta nëse rinumëron të gjithë qarkun, do të mund të dalë në vend të parë në listë të hapur, por për çdo rast e theksoj, nuk bëhet fjalë për të fituar menjëherë një vend në parlament, bëhet fjalë për të pritur nëse dikur gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm Xhelal Mziu apo Denisa Vata që janë fitues, mund të lënë mandatin dhe mund të vijë radha njëri prej dyve që janë në listën e hapur. A ka diçka të parashikuar në ligj për shembull se nuk mund të quhet gabim njerëzor 49 vota për momentin, mund të ishte gabim njerëzor tek numërimi për komisionerët, po të ishin 1, 2, ja maksimumi deri në 7 vota. Kush do mbaj përgjegjësi për shembull nga ana e komisionerëve, se këta kanë vjedhur njëri tjetrin, por e kanë vjedhur në marrëveshje. Pra i kanë mbyllur njëkohësisht syt. Është e qartë që për çdo vot që manipulohet në grup, syt i kanë mbyllur të dy. Edhe pse mund t'i kanë ndarë punët që komisionerët e PS-s kanë numëruar PS-n dhe komisionerët e BD-s kanë numëruar PD-n te lista preferenciale, përgjegjësinë për të firmuar opozitore verbale kanë të dy njëkohësisht bashkë, pra duhet ta bënin punën në grup dhe të ruanin njëri tjetrin. Sa i takon hapësirës ligjore, ligji nuk parashikon një marzh që po ka trafikuar 10 vota shkon në burg, po ka trafikuar 9 vota nuk shkon në burg. Pra është në çmimin e autoriteteve ligjzbatuese, prokurorisë nëse heton në këtë rast për të kuptuar nëse kemi të bëjmë një
gabim njerëzor apo me një trend trafikimi votash. Tani vërtet këtu janë 49 vota të trafikuara, por janë të shpërndarë në 42 kuti. Pra, vetëm një kuti ne pam që kishte 7 vota të hequra nga Xhemal Gjungshi te përparim Spahiu. Të tjerat kanë qenë 1-2+, 1-2-, pra 2-1 nuk di nëse sa mund të jetë kufirit që quhet gabim njerëzor dhe jo tendencë negative ndaj një kandidati apo favorizuese ndaj një tjetri, ligji nuk parashikon ndonjë numër votash që thua po e kalove këtë numrin ti e ke bërë me qëllim. Po ishe poshtë kësaj është gabim njerëzor, është në çmimin e prokurorisë. Në të shkuarën KQZ-n 2021 ka referuar mos gaboj 17 numërues në prokurori për shkak të këtyre trafikimit votave. Zort që mund të them tani nëse ndonjëri prej tyre shkoi në burg, por që kanë ndjekur procese hetimore dhe gjyqësore të gjithë, kjo është e sigurt. Faleminderit Siona për gjitha këto informacione që na përcolle në këtë lidhje.